Ky episod u mundësua nga Smile.al, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan, Obu Gallery, Tumo. Celebrities, njerëzit e famshëm tjetës publike në Amerikë, atë e njohin me emrin e saj të artit, Emma Savall. Por ajo më tha që mira, unë jam vetëm Emma Koja. Emma Koja, mirë se erdhe në podcast. Mirë se ju gjeta. Ti ke patur një jetë pak si në filma, dhe kjo nuk është klishe, e ke patur vërtet, si për ditët e bukura dhe për ditët e vështira. Nëse do ta prezantonim Emën në vitet 80, do thonim Emma e volejbolistja e famshme, asaj kohës së art, me Ela Tasen, me trajnerin e famshëm Kreshnik Tartari. Pastaj ti ke ikur nga Shqipëria vetëm pak muaj para se sa të rrëzohej, të binte regjimi diktatorial, ke qenë në Itali. Në Itali ke qëndruar disa vite, në 96-ën ke vendosur ta nisësh prapë jetën nga zero, të shkosh në Miami. Dhe edhe në Miami e ke nisur dhe herë të tjera si nga zero, si nga fillimi, perandorin tënde, Emma Savall, brandin tënd. E nisi me vitet 80, e nisi mbar. Si e kujton ti tani, kur e sheh në perspektivë ato vitet nostalgjike të 80-s, ato vajzat e bukura të Tiranës, volejboliste, sepse njerëzit që merreshin me sport ishin dhe pak më të emancipuar, ishin një lloj role model, thoni ju në Amerikë, një lloj modeli për të tjerë. Më pata një jetë shumë interesante edhe nga babi, që ishte treneri kombëtarës, treneri Dinamos, që kështu e fillova që e vogël, që ishte natyrale, që do lysha volejboll, që ishte pjesë e vazhdimit jetës time, edhe unë e kujtoj me shumë inocencë. Çdo gjë ishte e bukur, çdo gjë ishte me shumë ekscitim, me shumë gëzim, ne ishim shumë të mira me njëra tjetrën. Ela ishte fantastike, unë gjithmonë isha me mozën, grumullim, qeshim si të çmendura, Kreshniku ishte i rrep, por ne ishte fantastike që u stërviqshim kaq shumë. Që kështu kam kujtime shumë të bukura, me Alketa Doçin, ishim shumë shoqe, që kujtimet janë fantastike dhe sot e kësaj dite kur vi, i takoj me shumë dashuri, me shumë dashuri. Në Itali luajte pak fillimisht, por pastaj jeta ndodhi, tu desh të bëj edhe modeling. Po, luajta për 5 vjet, dhe luajta volejboll me vllajën, beach volejboll, edhe ne ishim shumë të mirë. Edhe na quajshin skuadra Big Jim and Barbie, edhe ne fitojshim gjithë turnet. Edhe duke luajtur volejboll më gjete dhe më thënë që se dësha të modeloja për Bari Centro, që është një qendër komerciale për gjithë jugun e Italisë. Ishe në Bari? Unë isha në Monopoli, që është provinca kam qenë Monopoli, sa qytet i bukur është. Edhe fillova të modelu mujët që nuk luajsha volejboll. Që kështu luajsha volejboll për 8 muaj, si biznes, si punë, paguhesha. Edhe modeloja për Blue Marine para dhe off limit. Isha modelja dhe fitting model për këto brand. Që kështu, kjo ishte fillimi. Është interesant se një punë që e ke parë si të përkohshme, të ka farkëtuar dhe të ka ndërtuar ty të ardhmen dhe atë që ti sot e ke një perandori, sot Emma Savall është një produkt që shkon tek të gjithë të famshmët e Amerikës. Ne u takuam bashkë për kafe dhe ti po flisje me Paris Hilton. Mua më dukej kaq fshat i vogël bota në ato momente, që Paris të kërkonte ty një fustan, në sfond kishte fëmijët që dëgjoj zëri dhe ti the e kam shoqe. Kur më kërkoi veshjet para shumë vitesh në 2000, nuk ja dërgova falas, edhe kur se tha emrin tim, se i thash, është e pasur, le t'i blej. Nuk e disha, askush nuk më tha, që kështu nuk isha drejtim, nuk e disha që celebritetet nuk pagujnë. Edhe thash, po ti e pasur, e blej, pse i do falash? Po mirë i ke thënë, Emma. Nuk e disha, tash e di më mirë. Tani do t'ja falje, do t'ja dhuroje. Ja dhurojmë, vetëm qofse kërkon për diçka speciale, që është shumë e komplikume, po zakonisht ja dhurojmë. Fustanet e tua variojnë nga cili çmim tek cili? Dyshemeja dhe tash kam 2 biznese. Është biznesi që djali im është duke ka lançu, që është online, edhe është një çmim pak më i ulët, edhe jam biznesi im që unë merrem me klientë direkt. Fillojmë nga $5.000 sipër. 5.000 është baza. Lorenz Sanchez, nusja e momentit. Jeni komshi pak a shumë me Jeff Bezos? Jemi një 7 minuta distancë, po. Ajo ka porositur disa fustane tek ti, më the. Të pëlqen, e ke takuar? Jo, se kam taku, po në të vërtet kjo na ka vesh neve dhe përpara. Që kështu është fantastike që në momentin që është që gjithë
me siguri po ja adhurojnë, ajo shkoi online dhe e bleu vetë. Okej. Që kjo ajo është bukur. Se po të na kishte telefonu do e kishim dhuruar edhe kësaj. Po pse mos ta blej vetë Lore? Nuk e di pse, kështu janë. E thon, ato e dinë se sa shumë ne do shesim kur e veshin fustanin tonë që kjo është fakti në Amerikë kështu funksionon. Kam shumë pyetje për të bërë për këto personazhet e famshëm të Amerikës që vishen me brandin tënd me Emma Savallin, por shkojmë në momentin e parë kur ti ke vendosur të lësh Italinë, edhe një lidhje tënde në atë kohë. Ke shkuar vetëm? Vendose? Isha me tim shoqin. Shkuat bashkë me bashkëshortin. Isha martuar në Itali me një volejbollist, dhe që bënte ekonomi of tourism në Venecia, dhe adhuronte të xhironte botën. Unë brava shpatullën që vendosëm të xhirojmë botën, edhe nuk është se kishim shumë pare, që kështu punojshim edhe shkum në veri të Afrikës, xhirom gjithë Europën, shkum Skandinavi, ndalum New York, edhe pastaj në Miami. Edhe na u desh gati një vit me bë këtë punë. E bët për kënaqësi, ishte thjesht për kënaqësinë e vetëm udhëtu. Ish partnerit tënd. Bashkë. Ishit bashkë atëherë. Ishte edhe dëshira ime me udhëtu. Okej. Edhe mendova që mas një viti shpatlla do më bënte më mirë, edhe do të kthehesha, se kisha një broker që më gjente kontrata, se unë nuk luta vetëm Monopoly, unë luta Monopoly 2 vjet, luta në Lanciano, kam lut në rreth e qark në Itali. Edhe do më gjesh një kontratë që ma gjetën, po unë vendosa mos kthehesha më. Të rije në Miami. Po. Çfarë peti në Miami? Dhe bëhet fjalë për vitin 96? 96, po. Okej. Çfarë peti në Miami që the nuk ma jep dot Italia? Këtu mund të bëj diçka. Ose diçka që të pëlqeu shumë. Se besoj në Itali ke qenë e lumtur. Ai jugu Italisë, ajo, unë po shoh amerikan tani që po blejnë shtëpi në Itali. Po në atë moment, në atë vit, në atë kontekst jetës tënde, çfarë peti? Kjo është pyetje shumë e bukur, se kam menduar përpara. Po që unë mendova që këtu unë do shpërthej. Okay. Kjo ishte ajo, se në Itali sido që ishte, kishte gjithmonë, ishte pak raciste, nuk ishte rëndësi se si ne dush një fliqim italisht shkëlqyshëm, kishte gjithmonë ajo që qa po boni këtu juve, pse s'ktheni në vend e juj. Edhe kur nuk e thojshin, e mendojshin. E ndjeje, me energji. Dhe unë u martova me një italian që jeta mu hap në gjitha drejtimet, po edhe ashtu, mendova që këtu unë nuk shpërthej dot. Kurse kër shkova në Miami, është me të vërtet toke oportuniteteve, Amerika, pa diskutim. Edhe ka një hapësir mendje dhe një liri, edhe më kujtohet sa po arrita në aeroport, një vajzë kaloi, she said, I love your hair. Edhe kështu është Amerika, është pa xhelozi. Te shoqëria jote ti hecën mirë, ato krenohen me ty, nuk mendojnë kur të thonë diçka të keqe. Më mirë bën tim, ato shesin me ty dhe më shumë, që ti do me qenë edhe më shumë vetëm për këto, që ti plotësosh dëshirën që ti po hecën kaq mirë. Gjë e bukur është. Shumë e bukur. Që e kanë këto. Po. Është vend i madh. Që kështu ka abondancë për të gjithë. Edhe i bërë nga të huajt, nga tjetri. Pikërisht, po xhelozia e të smira vin kur nuk ke. Kur njeriu ka abondancë, hapet zemra, ti do me dhanë me gjithë zemër. Shumë e vërtet, edhe kjo. Jemi në Miami në 96-ën. Ti vendos të qëndrosh aty, gjete një punë? Puna e parë, gjeta një punë me punu si shitse, me një dyqan second hand, vintage, si e quni? Vintage, po. Robave si gabi, po qik ma i bukur. Po që ishte më kështu, këto e tregoshin me, si ishte fantastik, vintage. Ashtë mirja bërë vintage, kjo është gabi, po. Edhe për $5 në orë. Po që unë vishesha mirë, se kësha nga Italia, ishe modele, edhe më morëm priherë. Edhe unë futa brenda thash, ua, këto që kanë mizerje, qa janë këto? Është vintage, a i tha. Kjo është nga viti 60, kjo nga 50, a the 2 vjetra, i thash si gabi. Edhe englishtja ime nuk ishte fantastike, që kështu isha e qikë si shaj, isha e turpshme. Edhe këto kishin makina ke dhoma e mbrapme, i thash, a do që ti rregulloj këto? Nuk e di, po në rrita në Shqipëri duke bërë ropat e mia. Mami ishte gjeni, ishte shumë e talentume, megjithëse ishte mësuese e pëlqente me qep. Edhe kisha 2 teze që ishin talente. Që gjithë jeta ime ishte duke qep, duke qëndis, duke bë kroshe, jam shumë e zonja me pundore. E me sa duket i trans in the blood, si që thonë. Edhe pikturoj isha shumë mirë, që e vogël kisha kushurin i majten top tani, më mësoj që kur isha vogël me vizatu. Dhe që isha e përgatitme
kur arrita atje. Italia bëri të vetën, Italia bëri të vetën, dhe nuk e disha që isha e përgatitme, po destino, fati e kishte shkruar atë. Unë vetëm më ishte duke lexuar shenjat si po hecësha. Dhe fillova me atë dijenin time të Europës, që moda ishte një vit përpara, se unë po visha modën që do vinte në verën që vinte, që isha ahead, isha përpara. Dhe pash fustane Christian Dior, Pucci, Valentino, Leonardo, dhe thash, të nëso pa shumë bukra t'i reguloj, që kështu mora vintage, fab të tesute që ishin vintage, edhe i bëra me modelet e të sotmet, por not even të sotmet, të nesërmes, se isha përpara. Edhe ishte një gjë jashtëzakonshme, ne veqim hit, a big hit. Edhe klientja e parë e famshme ishte Helena Christensen, që breu... ajo modelja e famshme, me ato sytë e shkruar. Dhe pastaj erdhit bashkë me Evangelistën, Linda Evangelista, sepse i silte Versace, që ishte një blok mbas dyqanit, e kishte shtëpinë. Dhe gjithë modelet ishin aty njerëzit më të bukur në botë. Dhe ne u bëm të famshëm dyqani në mënyrë imediate. Si quhet dyqani? Beatniks. Beatniks, okay. Like 60s. Okay. Edhe unë po bësha pençeret çdo ditë. Që çdo gjë të bukur që vitrinat. Çdo gjë që bësha të bukur e vesha në vitrinë ushiste, veshin vitrinë ushiste. Okay. Edhe pastaj më propozun, tha, do t'japim 20%, nuk të paguajmë $5 norma. Edhe ndjeva kapitalizmin për herë të parë. Edhe ishte një ndjenjë shumë e bukur. Që unë do bëj gjën time, se në të vërtetë kisha punu kurrë në jetën time, kisha luajtur volejboll. Po. Edhe kisha punu për 1 muaj e gjys aty. Edhe aq kam punu në jetën time për tjerë. 1 muaj e gjysmë. Aq, kam pas biznesin tim gjithë jetën. Po ke ditur të bësh vitrinat, ke ditur të kombinosh veshjet. Po. Edhe dëgjoj. Edhe ke pranuar të nisësh të punosh për $5. Kjo është shumë e rëndësishme. Kam bërë edhe më keq, tash më kujtohet. Kam mbledh qershia. Kur isha në Monopoly. Sa romantike që tingëllon. Kur isha luajsha beach volleyball, po duhet prodhojshim, kuptohet. Që kështu ngresha në 4 të mëngjesit, mbrisha qershia, edhe në orën 9 luajsha beach volleyball deri në darkë. Shumë e bukur. Ajo ishte puna tjetër që më pëlqente shumë. Pas 1 muaji e gjys, çfarë ndodhi që kalove në një regjistër të ri? Më dhan përqindje nga shitjet. Dhe fillove të bësh para. Fillova të bëj para dhe fillova të kuptoj kapitalizmin. Se këto ishin një gay kopjo që e kishin dyqanin. Dhe ky që ishte nga Chicago ma shpjegonte. Ky lunte beach volleyball, që u inamoru me mu, se unë isha pasusja këtit. Dhe ky ma shpjegonte. Vinte, ti e shet për kaq, bën kaq, kjo përqindja është kaq, që për herë të parë e kuptova çfarë kapitalizmi ishte dhe i përket natyrës time. Se unë knaqe me punu dhe me prodhu dhe me dhënë. Dhe kur ti jep, ti merr, që kështu, ky ishte fillimi im. Si shkove tek fustani yti parë që e krijove ti? Ka një moment më duket me fluturën, diçka ke bëra, ke parë diçka në rrugë. Fluturën e bëra kur u nisa vet. Kurse kur isha ke dyqani, këto sollën një kutia gjigande me tela që ishin brenda slip dress, si quhet slip. Këto fustanet me ripa. Që futen poshtë fustanit. Jo, nuk e di. Këmish poshtë fustanit, me tantele. Okej. Nuk i di mirë këto. Ja, këmisha që futen poshtë fustanit. Okej. Dhe të bardha ishin gjitha dhe ky ndryshku i telave kishte shku në për fustan. Edhe ky tha çfarë do bëjmë me këto? Bleva gjithë kutin për $30. Ti kishte një 500 fustane. Dhe unë po mendosha çfarë të bëj, edhe kishte një dyqan arti më përpara. Edhe shkova atje bleva ngjyrë tesuti, boj. Dhe i lidha, edhe i vesha me ngjyra të ndryshme, edhe kur hapte ajo dishin shumë të bukura si me lule. Edhe kisha 500 fustane, që 500 fustane shumë kohë me mësu, që mësoma me bë lulet fantastike, me ngjyrat nga më të ndryshme, duke i lidhë dhe duke i fut në boj. Edhe kur u thashin, u bëshin. Edhe i visha vetë, isha gjithë muskuj, isha 27 vjeç. Edhe tani, isha patinave shkëlqyshëm, edhe duke kalu në për South Beach, një dyqan që ishte fantastik, që unë gjithmonë e adhurojsha, tha, I like your dress,
I said, I made it, me patina duke shku. Për sa, se nuk e di. Tha, t'jap $90. Edhe, ky ishte momenti I parë që fillova unë me shku me gjetë slip dresses, se këto I përkojshin dyqanin, nuk ishin të mijat. Okej, ti kalove rrugës me patina. Për Dikush ditë kalojsha. të pa me fustanin dhe I pëlqeu dhe I the mund të ta shese, e kam krijuar. Ishte pronari blerësi I dyqanit. Super. Kalojsha unë për ditë me fustane ndryshme patina. Ky më pa 1 herë, 2 herë, 3 herë, më në fund, it's like, I love your dress and I'm skating backward, it's like I made it. It's like how much I don't know. Dhe kështu filloj. Si bëre çmim? Ai ma dha çmimin. Edhe unë talenti im, unë jam shumë e zonja me iluzione optike, sepse unë pikturoj. Edhe kur I bësha fustanet, I ngjyrojsha, I bësha terta këtu, të hapta këtu që ta bësha trupin bukur me formë. Edhe kjo është ajo e ime që ka fillu 30 vjet përpara, që unë e adhuroj trupin e femrës. Jam shumë e kujdesshme edhe kur I bëj pikturat, lulet, në lule ka muskuj, në lule ka fjalë. Çdo gjë nuk ka luq që është aty pa kuptim. Çdo gjë bën diçka. E kuptoj, ka një qëllim. Ka një qëllim, që ta bën trupin shumë të bukur. Edhe kjo ishte fustanet fluturojshin, po I shitshim kaq shpejt. Edhe mas 3 muajsh këta do të shkosh në Las Vegas. Edhe Magic Show quhet. Një show gjigante, pa besueshme sa e madhe. Edhe shkumra që ky ishte 98-a, kishte kalu koha. Edhe 98-ën shkum Las Vegas, bëm prezantimin e parë. Unë vi nga Miami e nxime, gjithë muskuj. Unë isha modela, se nuk po shiteshin dhe ky djali, gay, izraelit. Ky tha, do vish, u tha, vish e këtë, do vish, fillon me vesh fustanet, njerëzit u grumbullun, fustanet tona transparente, tip Miami, qash kjo, u blen për namin. Shitëm $75,000. Edhe, ja, ishte gjigante. 98-a. Në neve kishim shit çdo gjë kur lam Shqipërinë e bëm $2,000 për gjithë jetën e mamit e të babit. Që kështu 75.000 ishte gjigante. Edhe me ato, hapëm punishten e parë, ndërkohë kishte taku tim shoqin e dytë nga Sudafrika. Edhe ishte modelu për Armanin, edhe Valentinon ishte model, inxhinier, model, kishte xhiru botën, ishte pak më I madh se unë, ja 9 vjet. Kishte run biznesin e babës vet, që kështu kuptonte biznes. Unë ndërkohë kisha filluar atë të voglën time, po që me e çun nivelin tjetër kisha nevojë për pak ndihmë, me që unë nuk numëroj dot. Edhe ky ishte fillimi I biznesit, mori një punishtë të vogël, edhe mora punëtorën e parë, edhe ndërkohë kisha vizën si studente, po mësojsh anglisht. Që kështu viza më mbaroi, edhe kisha nevojë për një vizë tjetër që hapëm vizë biznesi. Për vizë biznesi kisha nevojë me dhënë punë 5 punëtorëve, që ishte goxha. Dhe desha me prodhu, që kështu me patina, I shkova gjithë dyqaneve në Miami. Edhe ja dhash në fillim consignment quhet. Ndërkohë që kisha shit atje, po 5 punëtorë duhet I mbash. Po. Edhe në Miami neve po shitshim në çdo dyqan. Neve jemi bën marka e Miamit që në 1996-ën, edhe sot jemi marka më rëndësishme, më gjata, tashti më e kushtueshme që vesh çdo celebritet që vjen në Miami. Po e meriton. Po. Ema me patina I shpërndante fustane, dyqan më dyqan në gjithë Miami. Wow. Kisha një valixhe vintage shumë e lule. Edhe I was like Ke a foto? gimmick. Nëse do gjesh foto ma nis një. Me atë valixhe nuk e kam, te valixhen vetë legjendare. Sa do më pëlqente? Kam fotografi me fustanet. Okej, me patina mund kesh. Po. Do mi dërgosh ti vendos në podcast. Po. Ta shohin njerëzit, të të përfytyrojnë. Dhe unë dua ta shoh, të të përfytyroj. Po të përfytyroj, po do doja ta shikoja. Po. Bukur shumë. Pastaj e kuptoj që në këtë moment vetëm je ngjitur. Dhe sot ti ke një kompani me shumë gra dhe punson vetëm gra. Ka një arsye që ti punson vetëm gra? Si ta them shqip, se ndoshta tingëllon keq shqip. I'm a woman lover. Po. Jo në atë mënyrë, E po kuptoj. që unë kënaqem, më pëlqen shumë shoqëria me vajza. Ndoshta nga që isha Je një volejboliste. feministe?
Jo, se unë kam 3 çuna, kam djalin tim me 2 çunat e vllajt, që I konsideroj se fëmijët e mi, që nuk është se jam feminist, unë e du meshkujt shumë, se babi kishte një skuadër të tërë me meshkuj që unë u rrita, po që unë kënaqem me shoqërinë e vajzave. Dhe isha volejboliste, isha modele, u bëra që jam shumë e kollajshme me vajzat. I kuptoj shumë mirë dhe krijoj një ambient shumë dashurie. Aty ku jemi ne është dashuri, ty hyn brenda, mënyra se si trajtohesh ka vetëm dashuri. S'ka kur të smirë, s'ka si gjë. Rrobat tona janë të mbushura me dashurinë që kanë vendin tonë. Sa gra punojnë për ty, Ema, në Miami? Jo shumë tani, përpara Covid kisha 37 goca, tash kam arrit në 18, po që çmimet tona janë shumë të larta tashti, sepse Covid I dërmoi të gjithë rreth e qark, që kështu nuk kisha ngel asnjë dizenjator e para punës. Mbylla dyqanet që kisha në gjithë botën, që I shitshim nëpërmjet ekzibicioneve që bëheshin në Paris, në Londër, në Hong Kong, neve bëheshim çdo ekzibicion. Edhe u mbyll me Covid edhe kur u hapa, nuk e kisha fuqinë me bët njëjtën gjë. Që të shkojsha në për ekzibicione 2 muaj nga hotel në hotel, nuk e kisha durimin. Edhe magji, ashtu siç është gjithë jeta ime. Një shoku im mori djalin tim në punë vetëm për t'i mësu pak, edhe ai e ka gjithë biznesin online. Edhe djali po mësonte online, edhe ky u kënaq me djalin që është si puna ime, punon si kal, edhe është shumë I vëmendshëm, është shumë ambicioz, me arrit gjërat. Edhe këtij pëlqeu shumë, thonë ta do bëj mentori djalit tat. Edhe mësoj se si ta vente biznesin online. Na u desh gati 4 vjet edhe shumë mundim, po tash jemi gati 90% online. Edhe pjesën time që është kutur që e mbaj unë, edhe që e trajtoj vetëm me delikates, nuk punoj ashtu siç punojsha përpara. Bën shumë mirë. Po. Më pëlqeu ky mesazh që dhe ka një kohë për të punuar shumë, po ka një kohë për të punuar me cilësi dhe pak më pak e të mendosh dhe për veten. Edhe është djali, se ai na shef që unë punoj. Ai ka energjitë e moshës. Jo, pa ai nuk më lën, se kinaf, kaq do punosh, ke kaq propozime, do t'i bësh 3 fustane në muaj, që kështu lista është gjigande. Më gjigande bëhet lista, më shumë të vlerësojnë, më shumë gret çmimi. Edhe ndodhin në mënyrë shumë natyrale. Ekonomi tregu si në Amerikë, kapitalizëm. Po. Cili ishte momenti që shkoi tek celebrity, tek njerëzit e famshëm? E kuptoj suksesin në dyqanet e ndryshme të Miamit, por a pati një personazh të caktuar që veshi diçka nga ti dhe pastaj të gjithë rendën pas saj? Besoj duhet jetë krijimi jot me fluturën. Po. So flutura ishte transformimi im. Unë do bëhem një person tjetër. Edhe kisha filluar që në Itali me lexu hermetizmin. Shkencën magjike të ndryshimit të frekuencive që më interesonte shumë, që gjithmonë kam qenë shumë e lidhur me psikologjinë, me gjërat. Edhe babi e kishte shumë. Babi merrte lojtar nga scoutin, I merrte nga malet, I gjente të gjatë, edhe I ndërtonte nga fillimi, kishte një gëzim babi me kriju talente. Edhe e kisha pasë si I drejtonte, I ndryshonte menin, I ndryshonte botë kuptimi, u bëshin këto gjigant. Edhe ashtu ishte babi, merrte fëmijë të vegjël me statistika, I numëronte çdo gjë, libra e libra. Që kështu atë e bëra me veten time, atë që babi bënte me lojtarët e vet. Që kështu shkruajta në një listë në pasqyrën e bardhë, të gjithë gjërat pozitive të mia, edhe në pasqyrën e zezë gjithë gjërat që nuk më lejshin me u evolu. Për shembull, ne shqiptarët ofendohemi kollaj. Bëra një vendim, nuk do ofendohem kur. Nuk ka rëndësi çfarë tjerët thonë. Do më kaloj kështu si I thonë Amerikë është uji në bythën e patës. Se kisha dëgjuar këtë. Se unë di këtë variantin shqiptar nga një ri vesh më hyri dhe të tjetri doli. Po që ajo është kaq figurante që çdo herë që mendojsha më të kënaqësi. Hikte, nuk më gjiste asgjë. Që kjo është gjëra e parë që hoqa nga vetja ime. Gjëra e dytë që hoqa është me bë thashë theme. Se kur je vend I vogël, edhe kur don shumë, edhe kur afrosh shumë me njerëzit, është natyrale, është një mënyrë dashurie e gabume, thashëthemja. Që kështu, ajo është gjëja tjetër që hoqa. Sepse thashëthemja në hermetizëm hap një penxhere që ti të gjykohesh.
Tash e themi. Tash e themi, që në vend që ti, këdo që ti gjykon, çdo gjë vjen tek ty. Edhe bile si bën mirë aty në që gjykoni, vjen fat, edhe të heq ty fatin. Kështu është hermetizmi, energjia, që hoqja tash e themen. Edhe pak nga pak, gjithë të gjërat që unë e disha që po më ndalojshin, i solla ke pasqyra e bardhë. Pak nga pak. Edhe flutura ishe personi i ri, se është transformimi, flutura, nga krymi bëhet flutur, dhe ishte transformimi im personal. Dhe gjithë dizenjët e mia u bën ashtu, si ti di kur ti shkruan diçka se do me u kujtu. Po. Kështu u bën gjithë dizenjët, është kur unë e vesh këtë, ky është personi që unë jam. Edhe u transformojsha unë, edhe ajo që unë kuptova është që fillova të transformoja edhe të tjerët. Kjo është 30 vjet përpara. Sot njerëzit flasin energji e frekuenci, gati në mënyrë normale. 30 vjet përpara ishte, nuk do ta thojsha kurrë gjë tillë, por në mendjen time unë po shkruajsha kode të një zgjimi, të një shërimi, të diçka, sepse shpenzesha kaq shumë kohë vetëm duke pikturuar, duke bë, se që kisha plot kohë të krijoesha pralla në mendjen time që më bëshin ta ndjesha veten të kënaqur. Se tani po e mendoja, ti e lidh suksesin tënd me energjinë tënde, që ti ja hape derën, ti në një kuptim i shkruajte kodet për suksesin tënd? Pikërisht. Ti e thirre fatin? Mund ta thirrë njeriu fatin. Pa diskutim. Kur unë bëj dizenjën, tash pralla, unë bëj një histori të tërë në mendjen time të personit që unë do bëhem. Edhe është kaq eksituese për mua, sepse unë mendoj që kjo isha, e kam bërë këtë, që do bëj prap këtë? Hajde bëj diçka tjetër. Edhe e gjej veten gjithmonë, kur më pyesin diçka duhet marr një vendim, unë pres deri në 10 sekonda. Kjo do isha, po kjo jam tashti. Që kështu nuk jap kur përgjigje të shpejta. Ti më pyet diçka, do të përgjigjem nesër. Ti thua diçka, unë gjithmonë mendohem, sepse e di si do përgjigjesha, po të kisha qenë Ema që erdhi nga Shqipëria, apo Ema që erdhi nga Italia, edhe si do përgjigjet Ema e sotme. Kjo të erdhi natyrshëm, të lindi papritur, apo e mësove diku, e Unë mendoj që është lexove diku? babi është gjenia e kësajt. Bravo. Ai se kishte vënë emër kësajt, po e bënte me kaq fuqi, sa që neve u rritëm, dhe vllai është trajner i jashtëzakonshëm, tash ai bën të njëjtën gjë. I merr vajzat, i shpërtan, i lulëzon. Në Amerikë milionat kanë shumë rëndësi. Të paktën ky është leximi për te oqeanit ose leximi ynë, po dhe sa herë që vi atje, e ndjej që ka një lloj statusi është i rëndësishëm, ndahen shoqëritë, ndahen klasat dhe elitat. Çfarë janë për ty milionat tani që i ke? Nuk mendoj për veten time që jam një milionere jashtëzakonshme. Okej, po në Amerikë është me komshi Jeff Bezos të kuptoj. Po që jetoj një jetë të mirë, po që nuk është se kam bërë gjëra gjigante, unë gjithmonë që kam pas, e kam investu në biznes. Me mendjen time, unë jam duke ndërtu një brand, duke ndërtu një empire, që nuk shifet akoma, po që emri i markës time po ngrihet reputacioni, si quhet reputacioni shqip. Reputacion. Është i shkëlqyeshëm që kështu aty ka qenë qëllimi im. Me thënë drejtën e kam kuptuar shumë herët që unë doisha të krijoja diçka që t'ja lisha fëmijëve tonë, që ta kem për gjenerata, që kam vënë shumë sforcim në emrin, se sa me bë paret, se më kanë propozuar me shit biznesin shumë herë, për shumë, edhe herën e fundit ishte përpara Covid. Sa ishte? 20 milion. Edhe djali im tha, 20 milion i bëjmë për një vit, neve kur në botë. Edhe pastaj humbëm të gjitha, kur 20 milion jo çun. E humbëm dyqanin, e humbëm të gjitha. Gjatë Covidit e ke fjalën? Po se na mbyllën neve krejtësisht, që neve jemi marke kushtueshme, që kështu njerëzit nuk do blesh, neve shpëtum me online. Mos kishte qenë ajo, do kishte qenë shumë vështirë që të shkojshin në për ekzibicion, çdo ekzibicion kushton rreth $40,000-50,000. Që kështu do të na duheshin $500,000 të fillojshim sërishmi. Wow. Po. Ti prap do e kishe gjetur një rrugë me kodet e tua. Do ta kisha gjetur, vetëm nuk desha me e shit ose me marr partner. Se kjo ka qenë ajo. Çdo herë që kam pas vështirësi, gati kam qenë duke marrë një partner, edhe Zoti gjithmonë ka ndërhy.
Edhe thëtë, jo, vazhdo vetëm. E thëtë, okej. Sa mirë, po ke dhe atë aftësinë që të marrësh vendime pas 10 sekondesh. Që dëgjoj, po. Të dëgjosh veten, Po. të japësh kohë vetes. Kësa herën e fundit për Covid, ula ke shkallët e punishtes, ajri kondicionum kështë nevoj mu zëvëndësu që ishte gati $100,000. Edhe hula, koka pil, edhe është të lej punishtën, apo të ashtu. Edhe doli kokë, mora djalin telefon, urdhro ajrin e kondicionum, që na vun ajrin, që fillun punishtën pra. Bravo, shumë bukur. Në Miami ku jeton? Jetoj në South Beach, për në Venetian Island. Është një ishull ndërmjet, mas ishullit. Të pëlqen, je lumtur në Miami? Ajo vetëm pamja nga çdo dritare është si meditim, është gjë më e bukur në botë. Se Miami ka skyline, ka qiellin e mrekullueshëm. Cila është koha më e bukur për një grua, Ema Koja, Ema Saval, kur është në atë fazën kur shumë çka nga jeta nuk e di, por është plot ëndra dhe dashuri dhe sinqeritet. Është ajo koha kur fillon dhe realizon ato dhe arrin edhe majat, siç ke arritur ti me brandin tënd. Dhe këtu nuk kam parasysh pjesën financiare, por pjesën e suksesit, fakti që ti se e kuptova, ti do të krijosh një brand që t'jetë aty edhe kur të mos jetë më Ema. Duket fjalë e madhe, por ti t'jetosh sa më gjatë. Nëse dikush të pyet, një vajzë e re, cila është koha jote më e bukur? Është bërë më e bukur me mosh, pa diskutim, po që çdo mosh ka bukurinë e vet. Unë për shembull e disha kur të bëhem 40 do bëj këtë. Kur të bëhem 50 do bëj këtë. Dhe kur nuk i përziva. Për shembull, kur isha 20 i kisha fustane deri këtu, se e disha kur do bësha 40 do t'i kisha këtu. Po tallem, po që kam fjalën çdo mosh ka bukurinë e vet, edhe unë po jetoj jetën me shumë intensitet. Nuk i mungoj jetës asnjë gjë, jetoj jetën me fuqi. Çfarë natyre i ke qenë ti në raport me partnerët e tu? Sepse ne u takuam, ti flet shumë lirshëm, unë e vlerësoj shumë, i dua shumë këto gratë që flasin hapur, tregojnë, unë vazhdimisht po i mëshoj kësaj, që duhet tregojmë edhe të mos kemi kompleks për të vërtetat tona. Fakti që e ke rinisur më shumë se disa herë, nuk e di tani numrin e saktë, po, e ke nisur disa herë jetën në një lidhje të re, je ridimensionuar, është kjo dopamina që përgjithsisht e ka Hollywoodi. Mendon që kjo të ka bërë ty më të suksesshme, më të gjallë, më të lumtur? Po. Pa diskutim. Për shembull, im shoqi i parë që është i mrekullueshëm, jetuam 6 vjet bashk, nuk donte fëmijë, edhe donte të udhtonte shumë. Që kështu qenë një vajzë tjetër, jo e rritur me familjen time, që ishim mamë e babin arritën me shumë liri, me shumë besim, na dhanë shumë besim. Do kisha qenë pa fëmijë, do kisha xhiru botën, edhe unë dasha kjo, unë du me pas biznesin tim, edhe du me qenë nën e shumë fëmijëve. Që kjo ishte ajo që na ndau, edhe ishte shumë mirë për të dy neve, sa ishte shumë i lumtur në mënyrën e vet, edhe unë u bëra lumtur në mënyrën time. Im shoqi i dyti merrte shumë kuptonte nga biznesi, edhe nga moda, se kishte modelu, edhe kishte bërë biznes, që kështu më ndihmoi shumë, edhe kishte këtë natyrë që ishte shumë mbrojtës, të mbronte shumë. Ishte gjigant, ishte si egër, i drejtë, me këtë aksentin fantastik, yll i bukur që duke la majt me këtë. Dhe bëm 15 vjet bashk, që ishte fantastike. Edhe bëm pare mjaft, tha, ma nuk e dukte më, tha, du me hym bark, se edhe unë jam pak hippie, po jam hippie në tru, po ndërkohë du me pas sukses, që kam kështu një kontradikt, që kështu i zgjedh të meshkujt që janë hippie, po pastaj nuk bëj hippie. Këtaj që duan të thojnë botën. Po, dhe pastaj e udhtova mjaft, faleminderit. Që kështu ky mori një bark, edhe udhtoi botën sailing, bark me vela, për 14 vjet. Që kjo ishte vendimi atit, edhe bëri atë që dëshironte, ne bëm pare mjaft për atë që ta bënte një gjë të tillë. Edhe unë kisha partë e mia me çu djalin në shkolla shumë të mira, edhe me pas ndihmë. Edhe kjo që kështu jemi shok, shumë të mirë, vazhdojmë. Djali ka një baba shumë të mirë që ka xhiru gjithë botën. Dhe djali çdo verë shkonte në bark, duke shku, duke bë aventurat jashtëzakonshme, që ishte fantastike.
Më thej që doje që të bëje shumë fëmijë, por në fakt ti je mami një djali. Ishte zgjedhja apo ndodhi kështu? Unë nuk bëj fëmijë, nuk e di pse. Ky djali ishte një mrekulli që e pash në ëndër edhe isha me barë. Edhe u përpoqja nuk verdhen më që kështu. Ndoshta nga që punojsha shumë dhe isha çiksi e stresume, nuk e di. Po që shqyr Zotit vllai boni 5 kalamajt, ja do ftej gjithë. Po mirë, edhe ti ke djalin tënd, është një dhuratë. Po, sigurisht. Është një dhuratë e çmuar, është e jashtëzakonshme. Sa vjeç je? 24. Ne filloj biznesin tim kur ishte 19 për Covid. Dhe la shkollën, filloj shkollën, mori full scholarship me beach volleyball, se djalin e kam kampion nacional të Amerikës edhe të Veriut Amerikës me Kanadan edhe Meksikën. Edhe mori scholarship full. Vllai im e stërviti e bëri kampion. Ke klubi Forca, i Sindit edhe familjes Marina. Po se ti ishe edhe të dasma e famshme. Po, Sindi është mbesa ime. Ne kemi rrit fëmijët si vlla e motor, nga që ishim në imigracion. I kemi dhënë këtë mundësi fëmijëve tonë që kështu nam tezja e Sindit edhe kalamajve. Nuk e dija që kisha tezën e Sindit. Po. Okej, të trashëgohet Sindi, dasma ishte madhështore, shumë e bukur. Shumë faleminderit. Pati dhe ato diskutimet e zakonshme që janë tipike për shoqërinë tonë. Unë duhet të them diçka për atë. Po, thuaje. Ashtu siç e kam parë në jetën time, çdo gjë i takon një frekuencë të ndryshme. Që njerëzit që po ankon nuk kuptoj shumë mirë në frekuencën që ato janë, kanë të drejtë. Po që po them në frekuencën që ekzistoj unë e pash Sindin edhe Genarin, edhe mendova shife neve shqiptarët. Vetëm 30 vjetë kemi dalë nga komunizmi. Edhe shife bukuria këtu në të dyve. Shife bukuria këti vendi. Shife njerëzit që kanë ardhur nga gjithë bota. Shife muzikën tonë shqiptare. Shife këtë, dhe më mbush zemra me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Krenari, sa shumë kemi arrit në si shqiptar. Se ti vjen këtu shkon këtë taksi, mërë se ne jemi populli poshtër. Shkon me vend tjetër, mërë këtë në maskare. Po unë, në qofë se vjej Gjini, edhe më thot të kem një dëshirë, dëshira ime më e madhe do ishte që çdo shqiptar për një vit të shkoj jashtë shtetit. Për një vit. Edhe kur vjen këtu, ta kuptoj zemrën e shqiptarit, ta kuptoj ndeshmërinë. S'kam pa në botë unë që ti len kuletën, e harron, kthesh mas 2 orësh dhe të japin kuletën. Nuk kam dëshmëri si këtu, që shqiptari e sulmon njëri tjetrin se nuk ka krahasim. Po ti në qofë se ke krahasim, për kokën time, unë nuk kam pa njerëz më të mirë se shqiptarët në botë. Akoma si kam taku. Edhe babi që ka qenë patriotit mërshëm, dhe më falë që ta them këta, ta zgjas pak, po babi ka studiu në Rusi, ka studiu në Kinë, treneri i kombëtares për 25 vjetë. Thuaja edhe emrin? Vangel Koja. Treneri i Dinamos, që ka fitu kampionatin pa pushim, edhe ka xhiru botën, nëse kishin babi në shtëpi. Babi nuk ishte baba jon, ishte baba i sportit, i gjithë sportit shqiptar. Edhe babi vinte thote, nuk ka si shqiptari. Edhe tregonte, ja them, kam qenë festival në Rinis, nuk ka si shqiptari. Dakor, po pse e themi atë fjalën e keqe? Po, pse nuk e themi atë fjalën e mirë? Unë mendoj që kemi një mallkim që duhet ta heqim. Edhe mallkimi është smira, që e tërheqim njëri tjetrin poshtë. Një pashkatar tha një gjë fantastike, kishin marr gafore me një kovë, dhe tha, po të tha, myllat e kapakun se ka bërti gafore, tha, nuk hikin, tha, se çdo gafore tërheq tjetrën, dhe gjitha në kovë dorin. Që neve e kemi këte, unë urojsha me gjithë zemër, në podcastin tatë, në qofë se ke mundësi, që ta ndash me gjithë shqiptarët, që kur ti e bën si Amerikanët, që ti e ngren shokun ta, që thu shoqja ime është fantastike, bëri kështu, bëri ashtu. Ashtu si hermetizmi, çdo gjë që ti thu për ato, të ndodh ty. Edhe në qofë se në jetën time, unë kam arrit ku jam, me 0 ndim, nën e vetme, askush nuk më kalon as një 2 lekësh. 0, askush nuk më ka ndihmu. Bile se unë jam kaq gullible, si thon, inocente, sa që unë i besoj të gjithë, që edhe më rresh naive. Unë i besoj të gjitha, edhe çdo gjë e keqe që mundte, unë e kalova.
Që kështu nuk është se dikush më mbrojt, isha vetëm. Ajo që më ka ndihmu është momenti që unë vendosa që të isha si Amerikanët, që mos e kisha, se sigurisht edhe unë e kisha atë gjën shqiptare brenda meje. Po që e kisha vënë re, se atë nuk do ta bëj kurrë në jetën time. Kur nuk do flas keq për dikë, të shoh më të mirën ke tjetri. Edhe babi e kishte natyrale. Babi nuk shifte gabim. Çdo gjë ishte fantastike. Edhe unë mendoj kjo është, nëse ne ndryshojmë këtë. Gradacionin pak. Kaq pak. Më the dhe kur u takuam që në Miami vdesin njerëzit punojnë me shqiptarët. Po, në gjithë Amerikën. Në gjithë Amerikën. Shqiptari në Amerikë është i parë me një ndjenjë të jashtëzakonshme. Dhe një shqiptar, do përpiqen të mendojnë diçka fantastike me thënë. Edhe gjithmonë kanë. U rrita me shqiptar. U bëra me shqiptar, një palestineze, o zot, tha, unë jam duke folë me shqip, thash, ti flet shqip? Unë tha, ma këshin bra gjithë familjen, jam rrit në një familje shqiptare, mësun gjithë shqipen. Që kështu një djalë zezak që është duke shku për politik, tha, një shqiptar, tha, e hapi atë që të hynte baba im, se zezakët nuk ishin të lejum të hyshin, edhe ta shikë për bëhet politikan, e kanë shu në Columbus, që duke marrë studime nga Hilaria, po e përgatisim që të bëhet president. Jemi të mirë, po e prishim kot. Ndërkohë, Ema Saval më ka sjell një dhuratë. Askush nuk më sjell dhurata. Ata janë, fakti që vinë është dhurata ime më e çmuar, po them kështu, diçka fizike nuk kam marrë ndonjëherë, është hera e parë. Nuk I vesh shumë gjëra transparente, shpresoj të mos jetë shumë transparente, se më është fiksuar që Savali është pak transparent. Jo, nuk jemi, çfarë. Okej, ka edhe për mua. Ka edhe për mua. Transparenca është e bukur, po ka moshën e vet edhe ka skenën e vet. Topat më pëlqejnë dhe janë shumë në modë. Quhet e ëndër. Topat e ëndrave. Kjo është dhuratë në kohën e duhur. Kur e takova Ema Kojon më tha, çdo njeri që më takon dhe kalon nga unë, një gjë e mirë I ndodh në jetë. Takimin me të e kisha vetëm 24 orë përpara se sa të publikoja librin tim një ditë tjetër, dhe besoj që mund të ketë sjell fat, shpresoj. Është pak mistike ky podcast dhe kjo biseda jone Ema këtë herë. Wow! Më ke sjell robe banjo. Unë nuk kam bërë shumë plazh të verë. Po e kam një plan që të bëj plazh në dimër. Nuk është vetëm robe banjo, është body suit. Mund ta veshësh post kustumit. Edhe nëse xhiron nga brenda jashtë. Mund t'i veshësh si Spanx, që të shtrëngojnë shumë që ta marrësh trupin me bel të vogël. Të më dali beli. Po. Është shumë e bukur. Ngjyrat më pëlqejnë. Më faleminderit, e vlerësoj shumë këtë. Do të jetë një kujtim I çmuar, kam diçka, është gjëja e parë që kam nga Ema Saval, nga një shqiptare, po e sigurt është që do ta blej një fustan kur të bëhe më e famshme dhe më e suksesshme, se tani unë do të ta shkruaj pak tek libri një autograf. Shpresoj që do të vi në New York, sepse Fadil Berisha e ka marrë përsipër që ne do të bëjmë një promovim atje. Bravo. Po, fadilizmi. Po, do përpiqem të shkoj në fakt edhe në Itali, sepse shtëpia botuese që është në Zyri po më thotë që ka shumë porosi nga Italia, ka shumë porosi nga Gjermania, nga Britania e Madhe. Me Amerikën kemi disa probleme të vogla që s'po zgjidhet për shkak të këtyre tarifave që na ka vendosur Trumpi. Por do ta zgjidhim dhe unë shpresoj që do të jem atje. Ky është tamam është vërtet një libërjet e Ema, edhe shpresoj që kur t'jesh duke u kthyer në Amerikë, lexohet në avion. Kalon edhe kohën. Unë dashuroj me lexoj shumë që kështu, do jetë natyrale. Emës fluturës shqiptare në Miami e kam bërë. Faleminderit. Me shumë dashuri, faleminderit shumë Ema, edhe e vlerësoj që ishe këtu, që më telefonove, që u takuam, dhe të uroj... Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese për punën e jashtëzakonshme që ju duke bë. Të jashtëzakonshmeve, të vërtet. Shpresoj. Faleminderit për gjithçka. Ky episod u mundësua nga Smile.al, Vodafone, Lajthiza, Metropolitan,
Obu Galeri. Tuma.